Shqyrtimi pika e 2 të renditditës është shqyrtimi aplikacioneve për antarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Grupi punues ka mbajtur takim dhe ka shqyrtuar aplikacionet e kandidatëve. Kryesuesja e grupit punues zonja Blerta Delia Kodra do të na njoftoj me të gjerëturat e grupit. Para se t'ia jap fjalës zonjës Deliu Kodra, ju njoftoj se në administratë të Kuvendit të Republikës së Kosovës ka ardhur një njoftim nga një kandidate e komunitetit serb, e cila ka sqaruar se dokumentet e aplikimit i ka dërguar përmes postës me datë 19 mars, brenda afatit të lejuar për kandidatura, se afati është mbyllur me 20 mars, e ka bashkangjitur dëshmin nga posta e Kosovës, mirë po kuvendi, respektivisht administrata e Kuvendit të Republikës Kosovës, deri në këtë moment që po flasim, nuk ka pranuar asnjë dokumentacion, respektivisht fajlin për këtë kandidat. Këtë kandidate në këtë rast, kështu që ky është një rast i pazakontë, sepse posta e Kosovës nga data 19 mars, supozimisht deri në sot 2 prill, do duhet t'ia përcjellte me rekomand Kuvendit të Kosovës, por jemi në një situatë që deri në këtë moment administrata nuk e ka pranuar dokumentacionin e kandidatës. Si komision, ne duhet të vendosim nëse kandidatja duhet ftohet në intervistë, pavarësisht se afatet kanë kaluar tashmë, dhe duke qenë se ne nuk e kemi dokumentacionin për ta kontrolluar nëse ajo ligjërisht i plotëson kushtet për të qenë kandidate për antarët të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, dhe në mungesë të tij ne kemi të pamundur për të shqyrtu sigurisht si vinë siç kemi bërë brenda grupit punues 2 ditë përpara, kështu që por megjithatë do t'ia lë komisionit të vendos se çka do të bëjmë me këtë rast. Gjithmonë po flasim në abstraksion, sepse ne nuk e kemi dokumentacionin, për hir të transparencës dhe të gjithçka tjetër që lidhet me zbatimin e rregullave ligjore, sepse kjo mund të jetë potencialisht objekt shqyrtimi në të ardhmen. Kandidatja ka dorëzu sistemin një dokument që rrjedh online nga sistemi automatizimit të sporteleve të postës, e cila e ka deponu dokumentacionin në datë 19 në postën, siç po e shoh në postën e qytetit të Shtrpsës. Pastaj e njëjta ka rrinë në Prishtinë me datë 24 dhe posta gjithashtu që konfirmon që është 3 data janë këtu që parashikohen, por administrata nuk e ka pranuar, ndërkohë që ajo rekomandën e ka sjell këtu, pranuar në postën e Shtrpsës, por dokumentacioni afërsisht 2 javë nuk kam rrinë në administratën e Kuvendit. Kështu që ne duhet të marrim vendim për këtë çështje se si do ta trajtojmë. Në radhë parë vetëm po e specifikoj për media dhe kolegë deputet që grupi punus për shqyrtimin e aplikacioneve për antarë të Këshillit Gjyqësor të Republikës Kosovës është ngarkuar me vendim të komisionit me datën 30 mars. Grupi punus në përbërje të Blerta Deliu Kodrës, Vigan Qërollit, Besnik Tahirit, Ergjan Galushit dhe Liliana Stefanović. E kemi mbajtur takimin për t'i trajtuar aplikacionet e kandidatëve dhe e kemi paraqit një raport cilin unë do ta lexoj para jush, pra pozitat që duhet plotësohen janë një antar nga radhet e komunitetit shqiptar, pra po flas për një antar jo gjyqtar, sipas nenit 108, paragrafi 6 në paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, amendamenti numër 25 dhe 2 antar nga komuniteti serb sipas nenit 108, paragrafi 6 në paragrafi 3 të Kushtetutës, ku të paktën njëri prej tyre duhet të jetë gjyqtar. Lista e kandidatëve për antarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës do të ka gjithsej 23 kandidatë, të cilët ne i kemi trajtuar si grup punus, po i përmendi për media janë Milena Djerić, Vebi Behluli, Ramadan Gashi, Boban Aleksić, Nejat Haziri, Avni Qerimi, Taulant, Rejq Beqaj, Drilona Haraqia, Novitet Nezaj, Ylber Fetohaj, Edita Qanta, Ramadan Gashi, Zorica Petković, Ilire Vitia Bajraktari, Frosina Sulejmani, Kujtim Krasniqi, Lutfi Shala, Bashkim Hyseni, Ivana Milenković, Gëzim Mehmeti, Fatime Dërmaku, Florentina Shala Braha, Milot Krasniqi.
Pas shqyrtimit të këtyre aplikacioneve, grupi punus ka konstatu se gjithë kandidatet i plotësojnë kushtet për të ftuar në intervistë, pra kandidatit Kujtim Krasniqi i mungon dekreti nga presidenti apo vërtetimi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe kemi kërkuar që i njëjti kur të vijë në intervistim ta sjell, ta ketë me veti dekretin në mënyrë që të lejohet edhe intervistimi dhe të bëhet palë në procesin e intervistimit. Kemi rekomanduar që Komisioni gjatë intervistimit të kandidatëve tu përmbahet disa rregullave, pra nuk ka test me shkrim, do të ketë vetëm intervistë nga komisioni intervistues. Komisioni duhet mblidhet 30 minuta para fillimit të intervistave, intervistat të zhvillohen pa ndërprerje gjatë gjithë ditës për të ruajtur natyrisht korrektësinë dhe për të mos pasur kandidatë të cilët mund të kenë supozime që po u bëhet shkelet e drejta në pyetjet e parashtruara. Kohëzgjatja e intervistës për secilin kandidat do të jetë 15 minuta. Secili antar i grupit punues do të dorëzojë nga 50 pyetje 30 minuta para mbledhjes, në të cilat do të përzgjedhen gjithsej 11 prej tyre. Kryetari i komisionit cakton antarët që parashtrojnë pyetjet, secilit i bën nga 4 pyetje. Antarët e komisionit duhet të jenë prezent gjatë gjithë kohës së intervistimit. Natyrisht kemi kërkuar pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në mënyrë që të monitorojnë këtë proces dhe të kenë qasje në procesin e intervistimit të kandidatëve për Këshillin Gjyqësor të Republikës Kosovës. Vlerësimi është i fshehtë dhe pikët janë nga 5 deri në 10 pikë. Nuk e kemi caktuar ende datën e intervistimit, sepse kemi konsideruar se duhet ta diskutojmë edhe me antarët e komisionit, ndërkohë që sa i përket kandidatës në fjalë, du të informoj mediat që Kuvendi i Republikës Kosovës, siç e tha edhe zoti Qorolli, nuk e ka përfshi në raport sepse aplikimi i saj nuk ka ardhur në Komisionin për Legjislacion dhe natyrisht unë si kryesuese e grupit punus do të kërkoja që të konsultohen praktikat e mëhershme, sepse nuk është e lehtë edhe për Kuvendin të trajtoj dokumentacione pa i pasur dokumentacionet, as aplikimin komisioni, po as Kuvendi pa pas një dosje të qartë përkundër faktit që zonja ka sjell disa prej dëshmive. Unë besoj që edhe kolegë tjerë deputet duhet të thonë qëndrimin e tyre, por është pak situata absurde që ne të kemi mundësi të trajtojmë diçka që s'kemi pa ende dhe se kemi trajtuar fare aplikacionin e saj. Faleminderit. Faleminderit zonja Deliu. Ka dikush diçka me shtu për sa i takon raportit të zonjës Deliu?